Imagjino të hapësh WhatsAppin dhe gjëja e parë që të del përpara është një status i shkurtër, sikur po futesh në Instagram. Jo, nuk je në aplikacionin e gabuar. WhatsApp po sjell versionin e vet të asaj që njohim si ato shënimet e shkurtra që njerëzit vendosin për qef, për humor ose thjesht për t'u ankuar pse nuk duan të shqetësojnë njërin në Instagram. Ideja është e thjeshtë, një update i vogël me tekst që të tjerët e shohin lart në chat ose tek profili yt. Mund të shkruash çfarë po bën, pse nuk je në dispozicion ose thjesht të hedhësh një fjali që ndes bisedën. Dhe ironia këtu është që kjo nuk është gjë e re fare. Ishte funksioni i parë i WhatsAppit, para se të bëjë aplikacione serioze që përdorin për punë, familje dhe ato grupet e panumërta që s'kemi kohë të fshim. Me rikthimin e këtij opsioni, WhatsAppi e ka bërë dhe më të dukshëm. Tani të tjerët e shohin direkt tek bisedat, mund të klikojnë dhe madje mund të përgjigjen aty për aty. Si me Instagram Notes, zhduket pas 24 orësh, por mund t'ia ndryshosh kozjatin sipas qefit, më shpejt, më gjatë, më privat, më publik, si ta kërkoj situata. Për momentin nuk ka video të shkurtra, nuk ka muzikë dhe nuk ka dekorime. Është një version minimal, por nëse kjo gjë fillon të përdoret masivisht, mund të presim përmirësime. Thjesht tani për tani WhatsAppi po të thotë, nëse do të hedhësh një mendim të shpejt, kemi bërë një vend të posaçëm për këtë.